Sa kushton të prodhohet një film I mirë në Shqipëri? S'ka fund, po besoj Sa më shumë, aq më mirë del rezultat filmi. Nuk besoj që ka një limit, më besoj që ka një minimum. Sa atëherë, unë dua të bëj një film të mirë dhe dua të marr Olsin dhe Nikun në cast të filmit. Po, total. Sa duhet të kem minimalisht? Pra, them unë për shembull, kam 10.000 eurosh. Po ne qosh me shner. Kam 10.000 Ashtë dhe kërvicet se jemi, jo me nuk shme. Me 10 se di, a këshim arrit mund të taku. Sta telefonin besoj, ja? Beshaka. Jo, nuk e di. Shiko, çdo gjë është, unë besoj që ne akoma jemi në periudhën e Ka dhe teknika që ta shumë, është teknika sot që ta... Për te teknikës po thoja pjesën ne tani ti besoj e kupton dhe vetë me anë detit që për te pjesës buxhetit ne gjithë çaj jemi që të paktën po mundohemi të krijojmë diçka në kinematografi, është pjesa e pasionit. Këtu më shumë se sa pjesa buxhetit tu po ndërtohet pjesa pasionit dhe nuk është se është akoma në atë fazë të nivelit që flasim vetëm për buxhet, se asnjë nga filmat që janë ndërtuar paktën që kam pa filma shqiptar nuk janë ndërtuar me buxhet që Nik sa do ti, Ol, sa do ti, gjithmonë janë ndërtu, Niku ti ka pëlqyer skenari, ka gjetë diçka. Është e vërtet. Prandaj them që duhet të vazhdoj kjo gjë, që po të bëhet vazhdimsi, do vinë gjëra vetveti në vendin e vet. Për të parë programin me Mbroma Yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.